Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nisur të lëviz për të gjetur një zgjidhje për 6500 mësuesit në të gjithë vendin, të cilëve u është ulur paga e nivelit të grupit pas rritjes së pagave në korrik të vitit të shkuar. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga kryetari i Sindikatës së Pavarur të Arsimit në Korçë, Leonard Trebicka, i cili gjithashtu ka pasur edhe një urim për mësuesit me rastin e 7 marsit. Së pari gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve në emër dhe sindikatës dhe gëzuar dhe patshim sa më shumë suksese së bashku. Së dyti do thoya që sigurisht ka lajme të mira për arsimtarë për atë pjesën e cila është prekur me atë rritjen e pagës. Kemi zhvilluar gjatë gjithë këtyre ditëve edhe takime në Ministrinë e Arsimit, kemi zhvilluar edhe takime me sindikatat së bashku me Federatën Shqiptare të Arsimit dhe ka pasur indicie edhe nga Ministria e Arsimit për ta zgjidhur këtë problem. Trebicka sqaron se të dyja sindikatat do të presin deri më 31 mars për vendosjen e pagës së plotë të këtyre arsimtarëve, ndërsa më pas do të ketë të tjera hapa në formë proteste. Do të presim deri më 31 mars dhe do t'i bëjmë thirrje gjithë mësuesve që të mos nxjerrin notat në përfundimin e 3 mujorit të dytë të arsimit dhe për këtë jemi të bindur që do ta bëjmë një gjë të tillë, por që kërkojmë edhe mbështetjen e jashtëzakonshme të mësuesve. Vetëm në Korçë janë mbi 300 mësues, të cilët prej 8 muajsh po marrin 10.000 lekë më pak në pagën e tyre për shkak të uljes së pagës së nivelit të grupit ose pagës së diplomës.